Shiroka është kthyer në një qendër turistike që po frekuentohet çdo herë me shumë nga turistë të huaj dhe vizitorët vendas. Të shumt janë ata qytetarë të cilët kanë preferuar që të kalojnë këtë fundjavë në Shirokë me familjarët apo miqtë e tyre. Të pyetur nga Radio Televizioni Shqiptar, qytetarët tregojnë arsyet pse kanë zgjedhur të frekuentojnë këtë zonë. 5 vjet që e bëj çdo mëngjes. Çdo mëngjes ka raste ku bie shi që nuk dal, po dal gjithmonë. E kam për përgatitje fizike. Ajri i pastër, liçeni i bukur këtë, taraboshi mallështor, hijet e zeza aty që nuk paguhen. Pra Shiroka është klimë vete, është klimë e mirë, mua më ka bërë mirë. Mjekët më kanë porositur që vazhdoj me këtë punë, sepse kam dhe probleme me shnedin. Shumica në rast e vim Shirokë. Ndryshimit që janë bërë kohët e fundit, domethënë janë realizuar mirë. Megjithatë, ka prapë gjëra, sidomos që rruga që është Turi Barutesh, ka kriju pengesa. Po megjithatë, si zonë turistike, zonë e frekuentuar, shoh kur vi shoh jo vetëm ne por shumë ka të huaj. Klima normalisht është breg liçena shumë e pastër, është zbatuar, është krejt bregu i liçenit është po si bregu i detit, por bregu i detit ka jodin e krypën, ndoshta këto ofron një mrekulli, më thënë drejtën, bregu i liçenit është krejt i pa. Shiroka është ndër shumë pikat strategjike të Shkodrës, e cila ofron ujin, malin dhe padyshim cilësinë e ushqimit, sidomos peshkut të liçenit. Një vëmendje më e madhe është padyshim në të mirë të gjithë kësaj bukurie që natyra i ka falur kësaj zone.